Vëlla musliman, motër muslimane, elhamdulillah, Allahu të ka begatu që e lexon Kur'anin, ulesh në mexhliset e dijes dhe merr dije fetare. Mirë, për këtë dije që e ke marrë, a ke vënë zbatim? Ata ibn Abi Rabah, ky burr prej tabiinëve i cili ka marrë dije nga nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, thot kam qenë djalosh dhe shkoja tek nëna e besimtarëve merrja prej asaj hadithet. Kur shkoj një herë më thot, o djalosh, a punove me atë dije që e more dje? I thash jo. Edhe më tha, atëherë pse i shton argumentet kundra vetes? Prandaj kanë thënë, dija është shumë e mirë në moment që e punon, që e zbaton. Dhe është shumë e dëmshme për njeriu në moment që e merr dhe nuk punon me të. E gjithashtu kanë thënë se dija është më mirë që njeriu mos ta dëgjojë se sa ta dëgjojë e më pas mos punoj me të. Prandaj dija bereqetin e ka jo kur mlidhet edhe lihet në memorie, mirë po kur dallohet në punën tënde dhe në veprën tënde.